Ty falemnderu Hoz, Mulla Jakupit, Mulla Jakup Hasipit, falë tina, popullata na përkrajnë masovikisht në bashkanqitit. Ai pranon me hinë në ushtrinë çlirimtare kombëtare. Fillon do ditë u vendosëm aty Malici, tha dojmë ratha Slobsan edhe afër Kumanovës. E mor komplet brigadën e shumicën e njësive ranë poshtë. Metëm veç 2 njësi. Njësia speciale dhe një njësi e Bikim Dardhishës, e këta djemë që ishin të Maqedonisë, metëm në Brejsë. Na metëm në Ngushicë, një periudhë, kishim probleme edhe me ushqime. Më ishim e majtë si koridor të furnizimit zonës. Po, Kraulli, që ish kufitar, u bëjke furnizime me helikopter. Edhe vishim me mbishkrim natës. Këfar. Edhe na vishin mes lumit, edhe aty asë ata nuk i kemë sulmu, se më nëshim që mundu me konë helikopterit tyne. I dit për i dit, i qesërojet ku ishin poshtë, edhe vinë 2 helikopter, dhe ku ka ora një diçka. Unë e këmë përjetu dhe luftën në Kosovës. Edhe atë pjesë që e më konë Maqedoni veç. Dhe më thonë, nuk ish punë frike, po ish, kur erdhen na sulmun ata 2 helikopter që ishin, i kanë pa marrë Macedon për Ukrajine, ata ishin blindum në poshtër. Edhe çka do ishim i bëu tim me zolle. I ka gjujt roja me Golinov që ish, i kanë ikë në 2 pozicione, edhe s'ka mujt mi ka. Edhe e të marrojnë atë vande me prej breshërive, për fat pështojmë si o mas mirë jasë të një ushtari lëndum. Edhe vazhdojmë bim të një bashkanxhite me të Malici atje. Kur bim poshtë edhe na, ka qenë koordinim me Tigrin, Fadel Limoni, i thëmë nisën një njësit edhe adhe në bashkanxhitën prej poshtit. Tash në bazë të asaj që na nuk ishim forca dhe nuk më ishim vendosë, dhe vetëm në pështime këmë qëtë më shku afër tyne, ishim mali pisha, afër ku ishin ata roje mu afru dhe na. Edhe aty kemë nejtë të ndite. Tani, mas 3-4 dite, jem këthy në Kosovë se s'mejtë me mëri. I këmë thonë Gjezajr e Lezit, Hoxha i thishin ata, a ish me njësi rike në viti, pa dalë në viti, edhe i thash qëra tash. Unë për 2 ditë, ktheje me ushtar, thash edhe ti me ma kontrollu pjesën kufitare. Kur kthejna, thët, rav shka e pa kalushme. E qes, më kujtohet i qes beqen, manin edhe një shak të shkupit, një djallë shumë i mirë, Bekir Hasani, një qes vëzhgu, shkur dalën, thënë, shka kurgon, veç rrugës kërsa. Bim poshtë, kur bim poshtë, na pret populata, aty do të ndërlidhim edhe me një fata. Ty falemnderu Hoz, Mulla Jakupit, Mulla Jakup Hasipit, falë tina, popullata na përkrajnë masovikisht në bashkanqitit. Ai pranon me hinë në ushtrinë çlirimtare kombëtare. Na edhe vazhdojmë, dhe më thonë, periudha mas suksesshme që ka qenë pjesa e djemve që në konë të Kosovës, në koordinim me ata djemë, përvoja luftës Kosovës, janë me mija beteja që kanë fitu djemët, që beson Zotën sot në jem krenar me atë veprim që kemë ndërmarë. Një shumë djemë që kanë ka ardhë komandant Guri, të Laçari, me brigadë vetën, me dhe djemë shumë të mirë, ka dhe dëshmorë që kanë vra atje, në vritet edhe komandant Fadel Limoni Tigri, shpend mas rekin në vritet prej të parve në Tanush, është i prej Lepit. Kështu që, po falë ati gjakit, falë ati kontributit, shqiptarë në Maqedoni, e i vedisohen, e marrin një përgjithësi në vete, falë udhëheqësit Ali Ahmeti, marrëveshja Kumanovës arrin më zotësum mas disa vite, edhe gjua shqipe flitet në parlament, uroj që politika mos ta humbë, edhe shqiptarët bëhen faktor një lirit. Siç e kemë dhënë kontributin, siç o derë gjaki dëshmorëve, dhe këtu ish kontributi im si bashkim Lokaj.